nga që kapi fundit që bëm, 2 nga kolegët tuaja nuk kanë dalë mirë. Do thotë që kanë shumë sfida përpara, njëra nga ato e para për të shpëtuar jetën, dhe tjetra për të kujdes më shumë për jetën e saj. Njëra është 54 vjeqe, ndërsa tjetra është 32 vjeqe. Njëra është shumë mesnesh, tjetra nuk ka ardhur vesh sot. E them këtë për t'ju kujtu që përveç se grua, ndram parë, duhet kujdesemi për vete. Normalisht kemi familje, kemi burra, kemi fëmijë, kemi punë, po mbi të gjitha ne kemi vetën tonë. Dhe çdo mëngjes, neve kur të ngrihemi nga gjumi, e para duhet shohim vetëm pasqyrë, edhe të themi që ne jemi gjithçka, çka kjo shtëpi ka. Ne jemi gjithçka për të lumtur pikë pari veten tonë, pastaj fëmijët, burrin, punën, kolegët, veten dhe shoqërinë. Pa ne nuk ka frymë asjet asgjë. Shtylla kryesore e gjithë këtij biznesi që kemi ngritur së bashku, normalisht e dini që pa ju asgjë nuk bëhet. Ja, kam thënë menaxherët dhe unë e them për veten time që pa ato bashkëpunëtorët e mia që janë menaxherët, unë nuk bëj dot asgjë. Menaxherët pa ju nuk bëjnë dot asgjë. Kështu që jepini rëndësi vetes te puna, te jeta, te familja dhe te çdo moment që duhet shijoni në jetë. Gëzuar të gjithave. Never been the type to be told what to do. Don't need your opinion how to spend my youth. And maybe it's a curse, but I feel shattered. Could start a revolution just to get my kicks. Wrap this crazy world around my fingertips. You ain't never seen a masterpiece like this. Make you sweat like a fever on your knees, a believer. So sweat, sweat. I hope you got your hallelujah saved up, rock and roll. Oh, my knuckles, watch me fly.